për rekomendim kod. Atëherë, mirë se erdhë, përshëndetje, me qenë se, ju lutem, me qenë se kvorumi për zhvillimin e mbledhjes është mbledhjen e Këshillit të deklarohet hapur. Me këtë rendite. Pika 1, miratimi parimisht i ndihmës ekonomike nga fondi kurrizor për blok ndihmën deri në 6%, në numër protokollit 3295, nga data 1 deri me 30 qershor. Pika 2, kërkesë me numër 313, datë 14/7/2021 dhe me protokoll hyrës në bashki me numër 3124, datë Drejtësia e Kanalizimit Mirdit qa për dhënje mendimit Këshillit Bashkiak për ndryshimin e nivelit tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm të largimin e përpunimit të ujërave të ndotura. Në Komisionin e Ekonomisë dhe të Buxhetit dhe në Komisionin e Shërbimeve Publike, vendos që kjo pikë të kaloje tek kërkesat dhe ankesat, pasi nuk ka projekt vendim për të kaluar në renditës me projekt vendim. Pika 3. Projekt vendim numër 3217, fraksion 1, për kalimin e shërbimit pastrim menaxhimin e mbetjeve urbane i realizuar deri tani me operator privat, si një shërbim që do të realizohet nga Agjencia e Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes Mirdit me numrin e punojësve për vitin buxhetor 2022. Pika 4, projekt vendim me numër protokolli 3131 për miratimin e vlerësimit paksimit sipërfaqeve pyjore dhe volum të materialit drusor nga fondi pyjor kullosor, sipërfaqes së rrugës auto për lat qaf Mërkurth nga shoqëria Arifa i SHPK në pronësi të Bashkisë Mirdit. Pika 5, projekt vendim numër 3160 i kryetarit të Bashkisë për miratimin e listës së objekteve publike për i parim të shkollave të mesme Rubik për Lat Qendër dhe Reps, njësia administrative Rubik, Thellë dhe Orosh, klasifikuar me dëmë të lehta dhe të mesme përfitues nga grantet e rekonstruksionit dhe masës vlerës për këto objekte sipas preventivave paraprak. Pika 6, projekt vendim me numër protokolli 3161 për miratimin për riparimin e godinës rekonstruksionit dhe masës vlerës të godinës Dioqezës Rrashen, klasifikuar me dëmtime nga rekonstruksioni, përfituesi granteve të rekonstruksionit. Projekt vendim me numër protokolli 3162 për një ndryshim vendimin numër 72 datë 30/6/2021 të Këshillit Bashkiak për miratimin e listës objekteve publike në njësive administrative Rrashen, Rubik e Kthell, klasifikuara me dëmtime të lehta të mesme, përfitues nga grandet e rekonstruksionit dhe masën e vlerës për këto objekte. Pika 8, projekt vendim me numër 3195 fraksion 1 për një ndryshim në buxhetin e vitit 2022. Projekt vendim 3214 fraksion 1 për përdorim fond rezerv, projekt vendim numër 3215 fraksion 1 për dhënje e pëlqimit për shpalljen e ankandit për dhënje me kontratë qiraje të objektit identifikuar me numër pasuri 13196. 11, projekt vendim me numër 3218 i protokollit për korrigjim vendimi numër 41 datë 31/5/22 për përdorim fond mbrojtje civile. Projekt vendim pika 12, projekt vendim numër 3219 për korrigjim vendimi 42 31/5/22 për përdorim fond rezerv dhe dhënje ndihmë financiare. Pika 14, projekt vendim numër 3221 për protokollit me një korrigjim gabimin listën emërore të përfituesve në vendimin numër 11 datë 31/1/2021 për miratimin e pagesës qiras për një periudhë 1 vjeçare sipas vlerës së tregut për familjet e pastre. Pika 15, projekt vendim 3222 fraksion 1 për miratimin e bonus qiras sipas vlerës së tregut për familjet banesat të cilët janë dëmtuar si rezultati i tërmetit 26 nëntorit. Pika 16, projekt vendim 3223 për përdorim fond rezerv. Pika 17, projekt vendim performanca e shërbimit menaxhimit mbetjeve që do egzarohet me pikën
e mëparshme për mbetjet 2022. Pika 18, miratimi i dorëheqjes kryetarit të fshatit Çmëri, njësia administrative Orosh, Zoti Vladimir Prengdeda, protokolli hyrës në bashkinë është 28/77 protokollit. Kemi edhe 7 projekt vendime shtesë. Një projekt vendim për përdorim fondi rezervë me numër 2344 fraksion 1. Projekt vendim, po do e themi kur ta miratojmë, dilataqë. Projekt vendim me numër protokolli 3321 për ndryshim vendimi numër 31 datë 33/2020 për miratimin e masës përfitimit në vlerë monetare sipas strukturës banimit dhe vlerave të preventivit të projekteve model për subjektet përfitues grandit të rindërtimit, cilët kanë zgjedhur që ndërtimin e banesave ta realizojë vetë bashkia. Projekt vendim me numër 3222 protokollit, një ndryshim vendim i Këshillit Bashkisë numër 45, miratimi listës për riparimin e mjediseve të përbashkëta dhe të bashkëpronësi në ndërtesat kolektive, pallatin qytetin Rrshen dhe Rubik, të klasifikuara me dëmtime të lehta të mesme, përfitues nga grandet e rikonstruksionit dhe masës vlerës për këto objekte sipas preventivit. Projekt vendim me numër protokolli 3323, miratimi i vlerësimit të dëmeve të shkaktuara nga rënja e zjarrit në banesën e zonjës Dava Gjon Vria, fshati Blinisht, njësia administrative Orosh. Projekt vendim me numër protokolli 3297 fraksion 1 për angazhimin e burimeve financiare të Bashkisë Mirdit për bashkëfinancimin në aplikimin me numër reference EU 4M CFP 2A11 për angazhimin dhe mbulimin e kostave të mirëmbajtjes projektit dhe për autorizimin e kryetarit për lidhjen e kontratës së grandit, është për qeverinë Këshillin Rinor. Projekt vendim me numër 3331 për një ndryshim në vendimin numër 49/22/2020 për miratimin e listës përfituesve të nën programit të grandit të rekonstruksionit, banesat e cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertiza e thelluar nga Instituti i Ndërtimit në nivel dëmi DS4. Për forcim Bashkia Mirdit. Projekt vendim me numër protokolli 3333, miratimi i marrëveshjes dhe pjesëmarrjen e Bashkisë Mirdit në subjektin me kompetencat përbashkëta me qëllim në kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura, është marrëveshja nënshkruar mes kryetarit Bashkisë dhe Ministrisë Energjetikës. Është e firmos. Marrëveshje për krijimin e subjektit të kompetencave të përbashkëta të ujësjelljes kanalizimeve. Kjo është marrëveshje e firmosur. Atëherë, së pari, kush është dakord që të hiqet nga rendi i dijes pika 2, kërkesë e ujësjelljes kanalizimeve për rritje të çmimit të ujit të pijshëm? Kush është dakord? Po. Të hiqet nga rendi i ditës. Okej. Atëherë. Sa votë, lutëm, të mi në lartë. Ngritën gjithë. Edhe një herë ju lutëm kartonin. Okej, po. Arsyeja sepse nuk ka projekt vendim. S'ka projekt vendim. Është vetëm një kërkesë. Ta bëj atëherë. Po pa projekt vendim. Jo, nuk japim mendim, ne do japim. Të lutem, këshilli shfaqet me vendim. Në rregull. Atëherë. Do të diskutohet të kërkesat dhe ankesat, nuk diskutohet
pa projekt vendim nuk futet në rendin e ditës asnjë. E ke pro, po s'ka projekt vendim. Atëherë për çfarë bjeni në këshill? Po ne nuk mund të bëjmë vendim për dhënie mendimi. Që dham mendim nuk jemi dakord. Si bëhet? Jo, po nuk jepet vendim kur ajo orëzohet o miratohet. Njena. Si dhe? Po mendimi jepet me vendim, nuk jepet pa vendim. Këshilli vendos të jap mendimin për rritjen e çmimit ose për mos rritjen e çmimit. Nuk ka. Mirë. Mbrapa, diskutojmë mbrapa. Kur të vije rradha. Një minutë, miratojmë një rendin e ditës. Atëherë përveç sa, kush është dakord me rendin e ditës? Me karton një lutem, dakord të gjithë, atëherë miratohet rendi i ditës. Atëherë vazhdojmë, fillojmë me pikën e parë. Miratimi projekt vendim numër 3295, miratim parimisht i ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 1 deri në 30 qershor 2021. Bashkia Mirdit. Ka kushtimi? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Pika e 2 e 3 të rendit ditës. Projekt vendim numër 3217 fraksion 1 për kalimin e shërbimit pastrimit, menaxhimit, mbetjeve urbane i realizuar deri tani me operator privat në Bashkinë Mirdit, si një shërbim që të realizohet nga Agjencia Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes Mirdit me numrin e punonjësve për vitin buxhetor 2022. Kush ka pyetje, ka kaluar në Komisionin e Buxhetit dhe Komisionin e Shërbimeve Publike? Ka kush të pyetje? Po. Okej. Po, kryetari i komisionit. Po. Atëherë faleminderit. Komisioni i Ekonomisë u mblodh dje, së bashku me Komisionin e Shërbimit dhe Infrastrukturës, dhe aty u diskutue kalimi i shërbimit pastrimit, menaxhimit mbetjeve të ngurta urbane realizuar deri tani me operator privat në Bashkinë Mirdit, si një shërbim që do të realizohet nga Agjencia e Punëve Publike Mirdit dhe numri punonjësve për vitin buxhetor 2022 që i thot kemi edhe 5 muaj. Në komision u diskutue dhe u vlerësua dhe relacioni i sjell nga përgjegjësi i sektorit mjedisit zoti Zef Marzini, njëkohësisht edhe supervizor deri tani në realizimin e këtij shërbimi, si të pastrimit dhe të gjelbrimit, dhe u vlerësua relacionit që solli në komision, dhe ra dakord që të miratoj kalimin e shërbimit pastrimit, menaxhimit mbetjeve të ngurta urbane, realizuar deri tani me operator privat, si një shërbim që do të realizohet në të ardhmen nga Agjencia Punëve Publike dhe Mirëmbajtjes Mirdit. Njëkohësisht, miratoj strukturën e shërbimit pastrimit, menaxhimit mbetjeve të ngurta urbane për vitin buxhetor 2022 prej 26 punonjësh. Në këtë relacion u vue dhe ranë sy, sidomos vlera e shërbimit të këtij pastrimi, pasi kemi të bëjmë me një shpenzim shumë të pakët, konkretisht për 5 muaj 7 milion e 389.000 lekë, ku njëkohësisht për 12 muaj ky shërbim është 28 milion lekë. Pra, do të thotë për 5 muaj 7 milion të reja. Po, që do të thotë kursem rreth 40% të këtij buxheti që ne
ja jepnim operatorit privat, dhe kjo është një risi dhe një vlerësim edhe për personin që solli këtë tradicion, por do të jetë një risi dhe një vlerësim për bashkinë tonë, sepse ky kursim buxheti do të shkojë për të mirën e qytetarëve dhe besoj që edhe shërbimi do të jetë më i mirë. Njëkohësisht, përveç se kursimi i shpenzimeve ra në sy që do të bëhet edhe shtrirja e shërbimit të pastrimit. Pra kemi njëkohësisht shtrim shërbimin që po të jeshim me operator privat do kishim edhe më shumë shpenzime, dhe e dyta kursim shpenzimet, dhe gjithë si komision ishim dakord që ky projekt kalojë dhe ngjelet për të vlerësuar sektori i mjedisit për gjithë studimin që ka bërë dhe bashkitë e forta, njëkohësisht në kostin e shërbimit, kemi parasysh se kosto shërbimit 28.000 lek është si kosto shërbime me studim që kanë bërë ata, dhe ne paguajmë sot 14.000 lek, 50%. Që nesër mas nesër do të miratojmë edhe aty në këtë kosto, ne si qytetar do të jemi të vetëdijshëm që ta arrisim edhe ta çojmë në masën 100%. 28.000 lek për çdo familje nuk janë pak, por nuk janë shumë asnjëherë, përveç se janë vlerësim, sepse mbrojmë mjedisin, mbrojmë shtetin tonë, mbrojmë jetën e familjeve e fëmijëve tanë. Faleminderit. Po, sa ndërke. Shtoj arsyet e kalimit nga menaxhimi i bashkisë është thjesht vetë kostoja dhe zgjerimi i hartës, cili do mbulot me pastrim. Deri tash ka qenë firma private ka pas Rëshen, Rubik dhe Kthell, bashkia ka pas Oroshin, tash shtohet Orosh edhe Fan, kështu që duke përllogaritur koston që mund të ketë për të rreqjen e këtyre mbeturinave, nga 28 milion që ka qenë vit për firmën e pastrimit, imagjinoje sa do të shkojë, do rritej vlera. Dhe për llogaritë që kanë bërë ato që tha Leka, është një kursim goxha, kështu që ne të dy komisionet ram dakord dhe miratuam një zëri që ky kalim të bëhet. Me bindjen e plotë se në rast se do menaxhohet mirë, qytetet do të rrinë të pastra dhe të rrinë mbeturinave do të bëhet në kohë. Edhe kursimet janë, kështu që edhe mërna vitit, se këto kanë makina pak janë për të rrinë e mbeturinave, në rast se do të menaxhohet mirë, mërna vitit kanë mundësi edhe të blenë makinë tjetër pastrimit të mirë. Ashtu son me 2 makina këto me kapacitet vogël nuk besoj se e mbuloj. Kështu që bëmen me një shpejti tek ne do vinë për kërkesë për blerje makinës të reqë mbeturinash. Janë goxha tonelada mbeturina që mblidhen. Ne si komision kanë rënë dakord dhe ne mbështesim këtë iniciativë. Faleminderit. Faleminderit. Ka kush ne? Po. Merë mikrofonin. Për përshëndetje se nesëm pa. Sigurisht unë jam e njohur dhe se ne para sa kohë në 2020 ose 2021 miratuam një plan të mbetjeve urbane edhe pastrimit e kemi miratu nga bashkitë e forta. Dhe sigurisht që atëherë unë edhe çdo këshilltar kemi qenë në dijeni se ky pastrim për shumë arsye, por njëra nga arsyet kryesore mund të jetë është kjo që thoni ju, sepse do ketë një lloj efektiviteti edhe për sa i përket buxhetit, do jetë një buxhet shumë më i ulët se sa mund të jetë përdorur deri më sot dhe kjo krijon mundësi pastaj bashkisë për ta shtrirë shërbimin nga kursimi që mund t'i bëjë këtij sektori për ta shtrirë në shërbime të tjera. Unë në fakt desha të di, ju nga relacioni që ka sjell supervizori, thuhet 26 punonjës. Tani desha di çdo bëhet me punojësit e ekzistues që i ka pas pastrimi, sektori firma private, se sigurisht ka një numër të madh punojësish, çfarë do bëhet me to, do lihen rrugëve, do merren, si do trajtohen, është menu një gjë e tillë. Sepse pjesa dërmuese në fakt janë egjiptian, se ne kemi egjiptian këtu, dhe ato janë njerëz që kanë probleme të shumta sociale. Fakti që kanë probleme të shumta sociale, unë nuk mendoj se do hidhen, nuk e besoj, nuk e di çka ka menu, unë e desha një përgjigje nga Zefi,
Dhe mendoj se nuk e di, për këta mund të mendohet diçka, sa nuk është normale me I hedhë në rrugë. Nga Sandri dëgjova që do shtrihet shërbimi, faktikisht njësia administrative, Rëshen, përfshihen të gjitha fshatrat? Jo. Vetëm me asfalt. Do me thënë, bje fjalla po them unë gziqi po them me që ma. Do shtohet ashtu dhe bukmira, po dhe ku ka asfalt, do me thënë, do shtrihet, do shqohen kazanat, do ketë shërbim. Mirë, kjo është një gjë shumë e mirë. Po arsyet e kalimit e morën vesh, a ka nga ju supervizor, Zefi, a ka nga ju një vlerësim të deritanishëm për situatën, problemet e mjedisit, pastrimit në gjithë këto territori që I ka mullu firma private? Jo, ndoshta me radhë nga ato gjitha që ti thash, dhe mikrofonin, lutem me mikrofon. Dhe diçka tjetër, të lutem Zefi, dhe na duhet për transmetim. Diçka tjetër Zefi. Si do bëhet me gjelbrimin? Sepse duket kenu material do të kalojë në shtator. Edhe gjelbrimi do kalojë. Pse s'e keni email më? Se kam ka ardhur. Mirë, nejse, e kenë relacion atëherë tani gjoj dhe nga... Nuk më ka ardhur, nuk e di arsye, nuk ka ardhur. Po faleminderit. Ha? Tani përshëndetje të gjithëve, unë jam Zefar Argjini, pra të që s'njohin, supervizori pastrimit të gjelbrimit bashki. Një minutë, nuhe. Edhe Ngeni pak zonë. tashi, me mbarimin e kontratës së shërbimit që mbaron me 31 korrik të këtij viti, shërbimi I pastrimit do të kalojë publik. Do të menaxhohet nga Agjencia e Punëve Publike Bashkimi Erdi. Tashi, për numrin e punonjësve që ka kompania Aerogers, të gjitha ato punonjës që janë të aftë për punë, do të vinë. Kush do I marrë, ajo me dëshirë, nuk është pjesë tjetër. Kurse punonjësit Do transferohet pra me gjithë punojës. ndërsa të gjithë kush është I aftë për punë. Kështu është lënë. Okej. Po, ato që janë kush doja, kjo është me dëshirë, nuk është me dëshirë. Ndërsa për shërbimin e gjelbrimit mbaron muajin gusht dhe ai do të kalojë me shërbim publik bashkisë, pastaj do ta shpjegojmë me anë relacionit për pjesën e gjelbrimit. Muaj tjetër. Faleminderit. Ka kush në problem tjetër? Atëherë kush është dakord? Të vot. Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet, kalon edhe ky projekt vendim. Vazhdojmë me pikën 4, projekt vendim me numër 3131 për miratimin e vlerësimit të paksimit sipërfaqes pyjore dhe volum të materialit drusor nga fondi pyjor kullosor të sipërfaqeve të rrugës auto për Lat Qaf Mërkurthi nga shoqëria Arifaj SHPK në pronësi të Bashkisë Mirdit. Ka kush në pyetje? Ja. Drejtori ka në për gjë? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Projekt vendim me numër protokolli 3160, miratimi listë të objekteve publike për riparim të shkollës mesme Rubik, për Lat Qendër dhe Reps, njësi administrative Rubik Thellë dhe Rosh, klasifikuara me dëmtimet lehta dhe të mesme, përfitues nga grandi I rikonstruksionit dhe masës vlerës për këto objekte sipas preventivave paraprake të hartuara nga bashkia, me një vlerë totale të preventivit për 338.823.128 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet.
Projekt vendim me numër protokolli 3161. 3160, ku është? 3160, apo kjo ishte. Cilën miratun? 3160, ke 200. Miratun 3161. Atë me numër protokolli 3160. Jo, gjatë një tani. Se gjatë e mirator. Po. 3161 për miratimin të Dioqezës së Rrëshen. Jo se miratuam më 60 në Dioqezë. Tani. Me vlerë 48.411.717 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër protokolli 3162 për ndryshim vendimi numër 72 datë 36/2021 të Këshillit Bashkiak Mirdit për miratimin e listë objekteve publike në njësinë administrative Rrëshen, Rubik dhe Kthell, klasifikuara me dëmtime të lehta, të mesme dhe të rënda, përfitues nga grandet e rikonstruksionit. Dhe keni ndryshim vlere, vlera ishte 79.760.973, bëhet 86.420.158 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër 3195 protokollit për një ndryshim objektin në buxhetin e vitit 2022, paksim fondi për plotësimi rrjetit të ujësjellësit Malaj, 2 fshati Kodrëshën, njësia administrative Rrëshen, diferencë fond buxheti, kontratë lidhur për 22.404.371 lekë dhe i kalon shtohet për objektin kanal Vadic Dushaj Ashtë. Kush është dakord? Tarazhepër? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Po patjetër gjitha janë për të vlerësuar. Projekt vendim numër 3214 i protokollit për përdorim fond rezervë. Të përdoret nga fondi rezervë shumën 50.000 lekë për dhënien ndihmë financiare si më poshtë. Jap ndihmë financiare 50.000 lekë për zonën Gjelina, Kodra, njësia administrative Rubik për gjendje të rëndë shëndetësore. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër protokolli 3215, fraksion 1. Dhënje pëlqimi për shpalljen e ankondit për dhënien me kontratë qiraje të objekteve identifikuara dhe me numër pasurie në për këtë në komision u vendos që të mos jepet dhe të shtyhet për një afat tjetër, marroj si objekt dhe pastaj të Kjo punë, për arsye se objekti herë s'ka marru akoma ndërtimin. A boj një godinë 3-4 dhe vjen këtu mendim për me dhënë me qera. 2 kaqë sa është. Sido që tjetë, ne doshim një relacion shpjegues qëllimi si është bë, pse është bë dhe kur dul me humje që e po japim me qera. Ku është arsyeja se jepet me qera? Uj, Ne në duk... Ky do kalojnë në ankon. Jam dakord, në pa ajo s'ka marru si godin dhe pa u vuj herë në funksion. Unë e di se ajo ato bo për agroturizmin për bashkinë, për njësinë administrative Rubik apo jo. O dhe si jepet me qërane, pra ne e kena jek dje në fakt në komision. Dhe s'kena rënë dakord. Se nuk pa të masnimin a shpjeguar syën, edhe si thot jatë marrëveshje që është bërë Mariana Graf që në fillim, sa të herët bësh godin, t'ja bësh me qëra, pa vënë në funksion. Mos më duket
normale. Po pse për ta dhënë me qira kemi ndërtuar ne? Kemi ndërtuar. Po pra, ne kemi dhënë se pa dhënë ne. Pa dhënë ne se miraton do të Mariana Gra. Nëse mirë. Kush është dakord që kjo të shtyhet si kontratë? Në votim tani se sa herë vin, kush është dakord që të shtyhet si kontratë? Pro, kush është pro që të shtyhet? Të gjithë. Shtyhet për një radhë tjetër. Po pra të kishë ardhur nëse. Atëherë vazhdojmë. Projekt vendim me numër 32/18 të protokollit për korrigjim vendimit numër 41 datë 31/5/2021 për përdorim fond mbrojtje civile Bashkia Mirdit. Të përdor nga fondi mbrojtje civile shumën 319.000 lekë për bonus qiraje për familjen banesat të cilët janë bërë pa banueshme nga rrëshqitjet e tokës në janar 2021. Ishte fond rezerv 319.000 lekë, bëhet 319.000 për zbatimin e këtij vendimi. Saktohet. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Cila? S'ka ardha lati. S'ka ardha lati. Kur të vije? U votua ajo dhe nuk ka më diskutime. Qa hidhet në votim, mbaron mbyllet. Po të ishte në interes bashkisë, kishë ardhur dhe kishin mbrojtur në komision. Në komision kush erdhi? Kush e ka mbrojtur në komision? Po. S'kam 32/17. Vazhdojmë me projekt vendimin numër 32/18 për korrigjim, ju lutem administratat mbaj qetësi. Tryj qetësinë se jemi në këshill. Korrigjim vendimi numër 41 datë 31/5/2021 për përdorim fond mbrojtje civile. Për 319.000 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Po si që kam këtu. Projekt vendim me numër 32/20 protokollit për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2023-2025. Kush është dakord? Po ti kështu si që kam këtu unë. Kundra ka, ruaj aty në fund. Miratohet. Projekt vendim me numër protokollit 32/21 për një korrigjim gabimi në listën emërore të përfituesve në vendimin numër 11 datë 31/1/2021 për miratimin e pagesës qiras për një periudhë një vjeçare sipas vlerës të rregullt për familjet e pastëre. Është ndryshim korrigjim emri nga Liza Ndoka në Liza Preng Paloggjini. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim, s'ka, miratohet. Projekt vendim me numër 32/22 fraksion 1 për miratimin e bonusit qiras sipas vlerës të rregullt për familjet banesat e cilëve janë dëmtuar si rezultat i tërmetit të 26 nëntorit. Është një listë bashkangjitur me 7 qytetarë. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Projekt vendim me numër 32/23 për përdorim fond rezerv, të përdoret nga fondi rezerv shuma 100.000 lekë për dhënien ndihmë financiare për zonën Dila Pardhok Shqalshi, njësi administrative Rrshen. Kush është dakord? Kundra? S'ka, po. Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Projekt vendim, Endrik, ti marrem edhe shtë, lutem. 23-24 fraksion 1 për përdorim fond rezerv, përdor fond rezerv shumën
100.000 lekë për dhënë ndihmë financiare për zonën Dila Pjetër Taqi, njësi administrative Rshën për probleme shëndetësore. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër protokolli 3321 për një ndryshim vendimin numër 31 datë 30/3/2021 për miratimin mas përfitimit vlerës monetare sipas strukturës banimit të vlerave janë me emra të tjera. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër 3322 për një ndryshim vendimin e Këshillit të Bashkisë numër 45/22/6 për miratimin e listës për riparimin e mjediseve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi në ndërtesat kolektive, pallate në qytetin Rshën Rubik, të klasifikuara me dëmtime të mesme përfitues nga grantet e rekonstruksionit dhe masës së vlerës nga këto objekte sipas preventivave paraprake me një vlerë preventivin 195.685.503 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër 3323 për miratimin dhe vlerësimin e dëmeve shkaktuar nga rënja e zjarrit në banesën e zonës Dava Gjon Vria, fshati Blinisht, njësia administrative Orosh. Dhe vlera e dëmit total vlerësuar nga komisioni është 2.753.592 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër 3297 fraksion 1 për angazhimin e punimeve financiare të Bashkisë Mirdit për bashkëfinancimin në aplikimin me numër reference EU 4MCFP2A11 për angazhimin për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes projektit dhe për autorizimin e kryetarit për lidhjen e kontratës së grandit. Keni këto është dhënë një grant nga Bashkimi Evropian. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim me numër protokolli 3331 për ndryshim vendimin 49 datë 22/6/2021, miratimin listë përfituesve të nën programit të grantit të rekonstruksionit banesave civile të klasifikuara nga ekspertizat të thellora nga Instituti i Ndërtimit nivel dëmit DS4 për forcin Bashkia Mirdit, ishte subjekti Preng Frog Biba me shtëpi banimi një katëshe me sipërfaqe 70 m2, bëhet në shtëpi banimi një katëshe me sipërfaqe 80 m2. Korrigjim sipërfaqe. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Projekt vendim numër 3333 datë sot për miratimin e marrëveshjes dhe pjesëmarrjen e Bashkisë Mirdit në subjektin me kompetencat përbashkëta me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit të ujit pishëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndortura, është marrëveshja e nënshkruar nga kryetari i Bashkisë me ministren e energjetikës. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Çfarë deshe zotë Lusha? Çfarë është 32/19 që se ka mund? 1 minutë kemi edhe këtë ta diskutojm këtë ujë. 32/19. Ndryshimi 22. Po? Ne kalum me 40.000 lekë, po hajt. Dhe në ndim 5.000 lekë. Në muj e ka pas 5.000 lekë, do e japim. Totale do jepet nga 5.000 lekë muj. Pra, është miratu që të jepen totalisht 20.000 lekë, do të jepen nga 5.000 lekë. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Atëherë. Shpejt dhe shpejt kemi. Jo, mami e ka 5.000 lekë. Ka i të shku gasë. Atëherë vazhdojmë me... Kur të fillojmë java? Shko para në e ullu sa që e më mohishë për i këtë.